Ju jeni piktor dhe shkrimtar, dhe këto të dyja plotësojnë njëra tjetrën, nuk ka problem. Jo, unë e mbaj vetëm për shkrimtar, jo, nuk jam piktor, merrem me pikturë për nevoja ekonomike, familjare, po nuk e mbaj vetëm për piktor. Mirë, okej, se s'kam sa them dhe unë falë, se direkt... Për ta qartësuar i qikë dhe situatën. Unë jam shkrimtar që jetoj me pikturat e mia. Sepse me letërsi nuk jetohet. Nuk jetohet me letërsi. Tashi nga këto miliona njerëz që shkruajnë, një sasi e vogël kanë fatë dhe njohin dikënd dhe botojnë me Mondadorin. Po është më tepër, jam i bindur, është çështje njohjesh. Vërtet, kështu mendoni? Unë jam i bindur. Nuk është libri? Jo, sepse ka libra të mirë që libri i mirë me kalimin e kohës ai del akoma më tepër në evidencë. Me kalimin e viteve, po duen shumë vite. Ndoshta autori nuk është akoma gjallë, kur një vlerë e vërtet të dali, se koha e tregon. Koha dhe kritiku i mirë. E dini që ju e ngatroni akoma mende? Akoma mende nga italisht, ja? Po. Që autori nuk është, jo, e ngatrova dhe unë tani, s'ka gjë. Nuk është, do të thosh autori nuk është më gjallë. Nuk është më gjallë. Jo akoma, po nuk është më gjallë. Nuk është më gjallë. Është akoma në vend të më. Është shumë e bukur. Jo, të qenit e dy gjuhëve, kam përshtypjen gjithsesi që e ndihmon trurin të lëviz ndryshe, domethënë dhe ta shikoj nga të dy anët atë që do të tregoj. Dhe siguri kjo i ka ndihmuar shumë Firenze, se po të ishit vetëm në Durrës dhe vetëm Shqip, do ishte më e vështirë që ju të tregonit edhe pse kjo histori është në Shqipëri. Është interesant fakti që unë e kam parë historinë e familjes time në distancë kohore edhe distancë, do me thënë, nga një vend në një vend tjetër. Edhe vendi ishte i ndryshëm, do me thënë, u shkputa nga Durrësi edhe e kam shkruar në Firenze, do me thënë. Pra, realisht parë në këtë mënyrë dhe pastaj parë që nga larg edhe parë në të gjitha drejtimet dhe prandaj vjen kaq e plot të këtë. Ju kishit një gjë për të që dikur në fillim e fshehet kur e shkruat dhe pastaj kur e bët herën e dytë ju duk normale ta tregonit. Po. Ka dhe detaje që ajo vjen si emancipimi i brendshëm i shkrimtarit. Bëhet më i ndërgjegjshëm edhe tregon dhe gjëra që në fillim isha i çik kështu, domethënë thuan, nuk ka pse thuan. Po që nuk ka pse thuan. Dorsa tani janë pikërisht ato që mungonin. Megjithatë një pjesë e librit është domethënë është fantazi, janë situata verosimile i thonë italisht, domethënë që nuk kanë ndodhur, po mund të ndodhin në atë ambient familjar. Ose që ti shikon se normal që është. Po. Ju shikon, ato janë. Po. Domethënë shumica, pra personazhet janë të tut, njerëz të real, apo shtuar edhe personazhe dhe ngjarje të krijuara të tamam. Për shembull, Nuni është një personazh i krijuar, është një sajesë imja. I bashkim personazhesh apo jo? Jo, nuk është thjesht e kam nga asgjëja krijova. Se duaj. As vetë se di, domethënë, se ndonjëherë kur shkruajmë më shumë me inconscient se sa me anën logjike. Shkruajmë, domethënë, aktivizohet brenda trurit ajo pjesë që lidhet me fantazinë, me imagjinatën, me krijimtarinë. Ju kur shkruani pini cigare, alkool, dëgjoni muzikë? Jo. Asgjë. Jo. Vetëm kur shkruaj poezi dëgjoj muzikë, se ato tingujt e bukur të ngacmojnë me i lidh fjalët, domethënë, në një formë veçantë. Po proza duhet të jesh shumë esull, domethënë, për të shkruar prozën. Këtë thonë edhe Markezi këtë me një intervistë vetëm. Lëre piano. Esull edhe ai vishe edhe si mekanik, domethënë, me kominoshe për të shkruar. Për t'i kushtuar asaj që bën, sepse është ju shkruani natën, shkruani ditën, shkruani kudo. Unë shkruaj para dite, domethënë nga ora 9 deri në 12. Kjo është periudha më e mirë për të shkruar, në heshtje, kur edhe shtëpia është në heshtje, se ikin domethënë djali edhe bashkëshortja, njëri ikën shkollë, tjetrin punë dhe jam aty me letrën. Sepse kur ata vinë është e pamundur të shkruash. Është e pamundur. Me njerëz nuk shkruhet domethënë. Jo, pastaj duhet presësh 10:30, 11 edhe të shkruash. Vetëm se ka një gjë, kur shkruaj ndarke, pastaj nga ora 2 nuk nxen më gjumi se kur lexon flen, mund flesh edhe me libër përpara. Po kur shkruan truri, domethënë merr super gjira, no. Jeni shiruar tani që kjo doli është këtu është në Shqip, tani e mbaroj. Po jam shumë i lumtur që ja prezantoj lexuesit shqiptar këtë
roman timin, është një romanet më të rëndësishëm për mua, edhe është, do më thënë, shpirti i një familje thjesht Shqipërisë mesme brenda. Në qoftë se lexuesi është kurioz të shofi çfarë ndodh, çfarë ka ndodhur, se më tepër ka të bëjë me të shkuarën ky roman. Çfarë ka ndodhur brenda një familje të madhe të Shqipërisë mesme, këtu janë gjithë ato raportet, emocionet, historitë, edhe shumë ngjarje tjera, domethënë, që ka libri, tematika nga më të ndryshme, familjare. Ja, kjo është gjëja që mendoj. Gjëja më e bukur është të shkruash për familjet. Nuk ka më bukur se të shkruash për familjet, por duke shkruar për ata që nuk janë, njerëzit shtojnë, kuptohet, aty nuk është gjithçka që ke duar. Janë gjëra që i shton, që i krijon, edhe që i fshe, pas një dyshim. Ne kemi një nevojë që të emancipohemi, të bërtasim, të fshejmë, të emancipohemi. Ka edhe një gjë tjetër ky libër. Unë, domethënë, ai personazhi i Arti që është baza dhe që mban komplet strukturën, unë, domethënë, janë kujtime që unë i kam njohur kur kam qenë i vogël. Ndoshta ato ashtu. Po, edhe e kam parë çik me sytë e adhurimit, që shef një fëmijë deri adoleshent. Me siguri dhe familja ime ka pas gjëra që unë nuk i kam njohur, domethënë. Gjëra që i rrëfenin mes të mleve. Prandaj, ndoshta mund thotë dikush, po ky na ka tregu vetëm gjëra të bukura këtu, domethënë, vetëm gjëra pozitive. Po unë megjithëse në familjen time nuk kam parë gjëra, nuk kam parë shamata, nuk kam parë skena ndarje, domethënë tragjike, nuk e di. Ajo që më bënte përshtypje ishte që ajo ishte një familje që flitej, ndërkohë që në familjet shqiptare duket sikur nuk është folur, ka pas një heshtje shumë të madhe, heshtje frikë po na dëgjojnë, ose edhe nëse nuk na dëgjojnë, ne prap nuk flasim se është tur për këtë, tur për atë, domethënë një lloj heshtje e kohës që tani përkthehet në një kjo heshtje në një bërtitje, në një shamat të madhe, nuk e kapëm dot tranzicionin e të folurit, e të komunikimit. Domethënë prandaj pash me habi që në këtë shtëpi flitej, njerëzit flisnin. Në mënyrën e tyre, motrat me nënën, nëna vet me babain. Ajo fliste, edhe kur ishte mbasa dhe i thoshte prit, ajo fliste. Dhe kjo ishte një gjë e bukur. Dhe pra, kujtesa jote është e hershme, pra. Nëse do ta rishikoje si film tani, do të thoshe, mbase s'është kjo, apo ç'është si ka. Unë kam shkruar atë periudhë kohore dhe nuk mund të... Po më mbrapa nuk është se kam zbulu në i prapaskenjë të madhe dhe kam thënë se kam futë. Nuk është se... Ne kemi pas 2 gjyshër që ishin, do më thënë, nyjet e një familje prej 10 fëmijësh, pastaj ato u martuan dhe u bën 30, u bën 40, u bën 50 fëmijë bashkë. Edhe ato kështu e mbyllën, duke mbajt ato lidhjet mes fëmijëve edhe duke ruajtur raportet mes respektit edhe pritshmërisë edhe atyre pasurive që kemi ne si vend, domethënë. Edhe ndërkohë njerëz që nuk folën dhe kur ja u morën pasurinë, domethënë kemi ne jetuan jetën duke ai u bë me dinjitet edhe me dinjitet. Po me punë. Dhe ai filloi të punonte. Deri në fund punoi. Dhe kjo të bën të mendosh për mira shqiptar që e bën këtë gjë. Po që ne kemi menduar që jeta e tyre s'është interesante, s'kemi pse të tregojmë. Por jo, s'është e vërtet. Çdo jetë është interesante dhe sidomos ato janë jetët më interesante sepse na bëjnë të ta shohim pak me sy të mirë këtë vend, se ngelem duke shar. U përmbysu, vrau, rrëzua, u vodhu, dogj, vetëm të këqija. Tani që vjen me këtë më i plot, vjen me këtë libër të ripunuar, të ripar, të ritreguar, kopertina e kujt është? E pash po harrova. Kopertinën e ka bërë një artist, Adrian Grezda. Nuk e ke vetë, nuk është jo? Jo, nuk është e imja, është një miku jon piktor që punon në New York, domethënë. Edhe ai e lexoi librin, edhe gjeti këtë kopertinë, e cila sipas me tregon shumë mirë atë shpirtin e librit vet. Thelbin, kanë nxjerr thelbin, sepse aty është një person që nuk është më, ai nuk është më fizikisht, po ama shpirtërisht është shumë fort. Edhe Feniksi këtu tregon atë pavdekshmërinë
si simbol, sepse Feniksit domethënë dihet simbolika e Feniksit, që ribëhet nga hiri i tij. Po Sap? Nuk vdes asnjëherë. Sap është emri, titulli, vjen nga është shkurtimi i një emri, që nuk du ta them. A, shkurtimi i emrit? Po, shkurtimi. Mendova se ishte një kod, ishte diçka. Jo, është shkurtimi i një emri. Shkurtimi i një emri. Është shumë bukur, mendova se madje mu fiksua nga që të shikoja shumë në Instagram me Elidon Gjizhën, thashtë ishte ai pjesë e kopertinës, po jo, një tjetër njëri i njohur. Ju jeni një brez njerëzish që jeni kushtuar artit dhe e vazhduat, mund të thuat. Po. Dikush shkëlqeu më shumë, dikush më pak, po ju kushtuat, nuk hoqët dorë. Jo, edhe kam reflektuar shumë mbi këtë gjë, domethënë. Kam përshtypjen se ne që të viteve 90 profesorët na ushqyen shumë në lice për shembull, për sa i përket artit kishim një ëndër të madhe domethënë për të realizuar. Edhe na mungonte shumë, edhe kjo, domethënë, të shikonim originalet e pikturave edhe kjo dëshirë kur ja ndalon diçka një personi, ai e kërkon 10 herë më tepër, e thënë thjesht. Edhe ne sapo dolëm pastaj, edhe një pjesë nuk e tralltuan ëndrrën, shumë të tjerë e lanë për të bërë gjëra tjera në jetë, profesione tjera, po.